Blerta the we listen and we don't judge, po ta shohim tani pas telefonatës, a do gjykosh apo jo? Ne kemi telefonat? E kemi telefonat. Do mundohem, se për pak do më vrasi Megli me atë shikim që më nda. E kemi? Alo. Përshëndetje, si je? Hi. Mirë, jemi ju si kaluat. Unë e di me sa siklete kishe ti për ta ndarë këtë historinë sot, do të falenderoj shumë që vendose ta ndash edhe pse do ta ndryshojmë zërin që të mos njifesh se kishe maj siklet. O pra Edhe po. më do ndryshojmë? Qa do të flasim, Bela? Bela, është okay. Bela, okay. Bela. Bela, na e thuaj pak historinë tënde të lutem nga fillimi për faktin që ti ke dashur 2 persona njëkohësisht. Atëherë. Se di që superfaqësisht mund gjykohet, por realisht dua që të tregoj me vërtet se si janë përjetimet e mia. Unë jam 26 vjeç. Dhe kam 4 vite që jam e lidhur me këtë çunin. Super çun i mirë, më do shumë, e dua shumë. Shoqëria ime vdes mbaron për ato, çdo gjë shkon okay. Më mirë prishet. Po, fik. Është domethënë i duhuri, mund të krijosh një ardhmë familjar, shumë tamam, nuk i mungon asnjë gjë, s'ka më si fjalë për të. Deri para 2 muajsh tani, një siklet, unë isha në një event pune, edhe aty një me një. Ai më shifte, u njohe, do më thënë folët, apo thjesht aty ngeli me shikime? Tani, nisi me shikime, dhe nga mënyra se si ai më shifte, të beton sikur më zhvishte vetëm duke më parë. Au, wow, çfarë përshkrimi. Më shumë vap, më. Më se sa gëlldia. Jam shumë miqër, ishim gjithë jetën. Jam shumë kurioze si mund të shikoj një djalë, domethënë duke të parë në sy dhe të zhvesh me sy, më dua të ta. Nuk e di sa po ta provoni, do kujtoni se është ndjesia. Inshallah jo këtë periudhë të nxehtë se këtë periudhë do të Megli se tani duhet të jesh duhet kemi mos kesh vap. Aha, Bela. Tani, kjo më kërkoi numrin mua, po unë nuk kisha si t'i jepja numrin, kupton, për arsye të dukshme, dhe i dhash snapin. Se unë s'kisha snap, hapa Kastile, vetëm që të komunikoja me të. Një sekond, hape Snapchat në atë moment për t'ja dhënë ati? Jo, Gjesi, për t'hedh një story, kam vap, po zhvishe me sy. Për t'ja dhënë ati. Okej. Ku shëtoj gjithë mundësin. Po, e lezetshme është të nesërme. Të nesërme, nuk e zjatëm shumë, të më ndollëm për dark. Dollet për dark? Po. Drejten te motra, që ke bishti? Pra, që nga jo ditë kemi 2 muaj që jemi të lidhur, dhe unë jam duke mbajtur 2 lidhje paralela. Po pse më modër mas darke, më mirë të kishte qenë një one night stand se 2 muaj lidhje me një të zhveshur me sy. Seriozisht është indjesi që nuk e shpjegoj dot. Unë bëj kështu për shembull. Ky çuni që njofta këtu më çon punë, kurse i dashur ta më merr nga punë, ose i organizoj. Me njërin ha drek, me tjetrin ha dark. Ti do lumt. Sa e madhe unë nuk organizoj dot veten time. Pa të dashur. Jo me një. Unë nuk dua të tregohem gjykuese, po a ka ndonjë moment ku lodhesh nga kjo gjëja motër? Se është lodh se pak. Me thënë drejtë nuk është çështje lodhje, aq sa është konfuziteti që ti nuk e kupton dot me veten tate se si mundesh të duash 2 çuna njëkohësisht, po ja që qeka si ndjesi dhe ja që ekziston. Nuk të duket pak sikur këtë çunin e parë e ke është shumë dashuri egoiste nga ana jote sepse të pëlqen se ai të bën të ndihesh dhe si ai që shoqëria jote e do dhe është një zgjedhje e sigurt për ty, se sa ky tjetri që të zhvesh me sy dhe kalon mirë dhe je, domethënë, më e lirshme, po këto e ke si bazë që s'do ta humbësh? Shiko, unë i kam menduar gjitha, po ideja është kështu që unë, duke qenë se herë pas here më vret ndërgjegja, jam munduar gjithë herë që t'ja tregoj të dashurit tim. Nëse do ishte kjo që thua ti,
unë do e kisha imagjinuar jetën pa to. Unë nuk e konceptoj do të jetën time pa to, realisht nuk dua ta humbas. Pa të dashurinë tënde. Po gjatë këtyre 2 muajve e ke menduar ndonjëherë që kjo gjë mund të merret vesh dhe jo vetëm që do humbasësh të dashurin, se të dashurin edhe mund ta lësh një ditë edhe varja, po unë mendoj që do humbasësh veten tënde në këtë lojën mes 2 zjarreve. Po ajo e do si ka lojë sipas saj. Të bëj një pyetje. Ky i dyti e di për të parin? Se nuk e mora vesh. Jo. Nuk që ken punë, nuk e di që je lidhur? Jo, e ka njohur në një event pune. Në event pune, më fal. E ka njohur në event pune. Jo. Nuk e di kë. Nuk e di asnjë, më organizon kjo. Unë them tregoja këtij dytit më mirë. Ky duket më bremtues që unë ta maj. Mirë. Sa i pari. Edhe jem organizuar. Bela, e vendosur përballë 2 zgjedhjeve. Ke lidhjen tënde 4 vjeçare dhe ke një histori që unë do ta quaja flirt momental, 2 mujore. Kë do preferoje ti të mos humbisje kurrë? Domethënë kë do doje të bëje kompromis për ta humbur direkt? Shiko, nëse do e dija përgjigjen e kësaj, nuk do i mbaja të dy. Më pëlqeu si përgjigje. Po ta dinte ta kishte Më pëlqen që na ka marrë ne 3 njerëzit më të vendosur në jetë që ta zgjidhim këtë muhabet. Do të bëj unë ta vendosësh. Bëj një pyetje vetes. Kur a jetoni bashkë apo jo jeni të dashur për 4 vitesh? Nuk jetoni bashkë. Jo, nuk jeton bashkë. Nuk jeton bashkë, po këtë e takon, besoj shumë shpesh se i dashur 4 vite. Kur e shikon në sy moj motor, a ke në një shenjë pendese, a në një shenjë ku di unë ndjesh keqa, çfarë ndjen apo ndjen thjesht mëshirë që pse po ja bëj unë këtë gjë? Shiko, unë e ndjej këtë gjë, e kam këtë ndjesinë, e di që dukem shumë egoiste, e di që dukem edhe pak kurrë, po tash o do i le të dy, o do më lejnë, se zgjidhja çka ke mua vetë, dhe këtë i them vetes, po jam futur në rrugë që po di nga ta se ta zgjidh. Tash njërin duhet ta zgjidhë se po në mos njëri tjetri moj pelkën moj se kështu i thon ti muhabeti duhet zgjedhësh motor se nuk mund vazhdosh tërkohën o këtë jo ande dhe unë se kuptoj. Nuk e di. Tani ka një pyetje unë. Ky i dyti. Mendon që të do ty vetëm për seks apo mendon që të sheh më shumë, të sheh si një lidhje tamam? Tani nuk e di, po ne kemi 2 muaj që realisht kemi shumë kimi dhe na ngjit shumë njëri tjetrin dhe takimet që kemi pas janë thjesht takime seksuale, domethënë dalje, më merr, më çon, përkushtohet. Fiksi i dashur, domethënë. Po çfarë? Po. Unë them prezantoje të 2 me njëri tjetrin dhe propozoje të jetoni të 3 në një shtëpi. Mikli është shumë karagjozja. Mikli, ka seriozisht? Po ajo thot nuk du të jetë çfarë po. Unë nuk e kuptoj dot që njeriu mos të zgjedhë dot o vlla. Këtë prapë mundojmë të them. Shiko, a ti ishe 24? 26, më fal. Tani, 26 vjeç, njeriu i ka kaluar ca eksperjenca në jetë edhe e njeh pak më shumë veten e vet. A nuk mendon që është momenti të vendosësh në një pikë apo të plas fare? Ja 2 muaj. Shiko, unë jam shumë konfuze dhe unë e di që kjo gjëja në një moment do ketë një fund. Po thjesht mendoj që nuk e kam guximin që fundin t'ja japon me një vendim. E kam lënë situatën të edhe ose do merret vetë. Unë e di çfarë ke ti. Ti do që të lënë ty, jo të lësh ti dhe të jesh ajo që merr vendimin për t'u ndarë nga njëri ose nga tjetri. Po se kush do e lej atë? Ka të dy. Ajo po sillet sikur ka shku tani në një dyqan kputush, ka vesh një sandali dhe një kputush balerin. Do ta lëri, nëse i dashuri prej 4 vitesh realisht e do dhe shikon që në sjelljen e saj ka një ndryshim sepse ftohtësia absolutisht vjen, ajo mund të thotë patjetër se ti je këtu në telefon me mua dhe mund të ma konfirmosh këtë, po nëse ti thua që nuk ka patur kurfar ndryshimi në raportin tënd me të dashurin 4 vjeçar, unë personalisht nuk do të besoja, sepse nëse ti ke krijuar një raport, qof lidhje emocionale, etj me këtë çunin tjetër prej 2 muajsh, ti sa do distancohesh nga i dashuri për 4 vitesh, dhe ai që të do vërtet, do të arrit ta kuptoj këtë ndryshimin. Dhe me të kuptuarin do i vendosë ai përpara një zgjedhjesh. Nuk e kuptoj çka ke, po o do vazhdojmë lidhjen tonë mirë ose do ndahemi, se për mua kështu, nëse është burr kështu do veproj, nëse jo, pastaj më fal. Për shkrimin, po do vazhdoj, do të mbaj ty fije, se edhe ai do jetë me një tjetër. Se ka kuptuar për 2 muaj, ajo i ka organizuar. A ka se 2 muaj nuk është shumë Bela, a ka ndryshim në raportin tënd me këtë të dashurin që ke 4 vite? Këtë po mundohem të them, që nuk është se ka ndryshim.
Është Nga ana akoma jote. Apo ashtu do duket ty? Jo, unë ndjej situatën njësoj, domethënë është shpreha që nëse ti vendosesh përpara dy zgjedhjeve, zgjidh të dytin se po mos ishe i dytit do kishte rrugë do kishe vënë dyshim të parë. Unë më shumë të kam pas këtë, unë vazhdoj dhe mendoj që ty i dua dhe e thot bindje. Po, nuk E thot me bindje që i do të dy. Po. Ose prisim me e do atë. Dhe po 32 muaj tjetër ndoshta kupton që këtë çunin e dytë nuk e do njësoj sa i pari dhe ban akoma ato 4 vite. A do ish nëse ti do ishe Ja. këtë çunin që ka 4 vite do e falje? Nëse s'do zbuloja kur? What the fuck? Ka kjo? Është ka zbuluar. What the fuck? Është o zëra, je njeri, me këtë njeri unë ke ndar 4 vite tjetër sënë që nuk jam Unë po pak. bëj avokatin e E djallit. Po ndershme. A ka mund të ta lëni djallin pa avokat një episod, të lutem? jo, po dëgjoj. A Nëse ka mundsi? Okej, Po jo. avokati zotit. E ndershme në këtë rast për ti shakave është që ti to grow your balls as a grown up a në lady dhe ti thuash atij tjetrit, ose mos ja thuaj fare, nuk ka rëndësi t'ja thuash, thjesht unë nuk ndjej më njësoj për ty sepse përderisa ty shkëndijat ndjej njësoj, janë mo, a thot për një ndjej njeri Nuk tjetër, ka po s'ka shanse të ndjej njësoj. Po s'ka Bela, po s'ka shanse. Çfarë do emision? unë me çfarë dëgjoj them. Mori unë prandaj po ndaj me historinë e jo se realisht nuk ma kupton njëri që unë e them me bindje që unë ndihem njësoj. Ndoshta thë nuk di ta bëj diferencën ose ndoshta problemi është më në ta na fill, po unë për momentin ashtu ndihem. E di çfarë do të Nuk ma bësh kupton ti? një- Ik, arratisu, mos i kthe përgjigje, thuaj Kur të vi i dyve. pari? Kur vi i pari? Po jo më i zonë. Se. Po jo më how to lose a guy in 10 days, Kate Hudson, ata marrojnë menimin tim. Mirë kohën tënde, mos prit të të vi asnjë nga mbrapa, kërkoj të dyve një pauzë. Qartësim mendimi. Larg këtu ndimit, qartëso mendimet. I moj, qartësoj, që do bëj pastaj? Ti ti lëri fryr. të dy. Të gjej një të tretë. Më fal, pyetja e fundit se të lodhëm, po shpresojmë që të kemi ndihmuar për të qartësuar megjithëse dyshoj. Na fal që përfshim çik më shumë te historia jote pa motiv. Po, pa puni këtu, kupton. Pritem për cilë histori. A një gjë shenjë uji ti moj motor që nuk ndahesh dot? Shenjë tokë, po Je shenjë tokë, do je shenjë virgjëresh më raf pika mua, na ruaj o zot. Në mos na e thuaj shenjën horoskopit se si dihet të dëgjon ndonjëri nga këto dy motor të bëjnë. po ja Virgjëreshat e kanë ardhur. Gjithë të këqijat nga virgjëreshat më vinë mua. Gjithë. A do ta bëjmë këtë diskutimin tani apo ta mbyllim herë me Bela? Mbyllim me Bela. Ciao Bella. Bela, ciao. O Bella, ciao Bella, ciao. O nuk jam shumë e lumtur, vjen shumë keq, jam shumë e lumtur që nuk jam ti në këto momente, me thënë vërtet. Mua nuk më qenë zgjedhje. Jo, shiko, për të shakave neve na vjen shumë mirë Kemi që Bela. endave me ne këtë gjën. Edhe ngjove dhe shakat tona njëkohësisht. Nëse do një zgjidhje që ne s'e kemi, po. faleminderit ju që jeni bërë kështu si fole për çadën dhe hallet tona. Unë them shkoj lexo tarot, ha? Po, Bela Bela është rotja një të mbaj. fantastike. Mendoj që do shkosh te një astrologe që do të japim në Instagram. Do të shkosh do t'i thuash emrin mbi emrin, orën e lindjes, do t'i japësh dhe emrin e atij dhe do të thotë ajo nëse me të parin a bëni meç, nëse nuk bën meç me të parin, të shohësh a bën meç me të dytin dhe të vendosësh. Ja, bëri me të parin që do bëj pastaj. O, tema femër. pikë. Dytin edhe ka. Dhe nëse për momentin nuk e mundësi të shkosh në një tarot, se nuk e di çfarë është tani për momentin si ke qenë me lekët, përdor ChatGPT-n. Çoj dorën aty, thuaj, kam 1, kam 2, thuaj, shive bë vet vlla, më jep zgjidhje se nuk po bëj dot derman. Okej, A gjeta do valla. bësh ndonjërin nga këto? Po tjetër. Do t'i ose do sa të mbyll telefonin do thotë çfarë desha me. Jo, jo, do e bësh dhe na çosh dhe mesazh prap. Se s'kishe vajt meja, unë këtë po mendoja. Super. Ose gjithmonë është zgjidhja fieri Bela, kështu që të përshëndesim. Të puthim shumë dhe kalofsh një kohë të bukur. Pace. Ju po. Wow.